Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër, motra, urime Fitr Bajrami 2025. Lutë Allahun Azhjal që muajin e Ramazanit na i ketë pranuar të gjitha adhurimet, ato mangësi që i kemi pas të na i të i kaloj Zoti dhe të na i kompenzoj me mëshirën e Tij. Allahu na bëft të mundur që të vazhdojmë në adhurime edhe mas këtij muaji të bekuar, duke mos u ndalë, sepse e dim rregullin islam se ata të cilët janë falë edhe kanë kryer adhurime për hir të Zotit në Ramazan, Zoti i tyre apo Zoti ynë vazhdon të jetë i gjallë, i gjithmonshëm, pa fillim dhe pa mbarim, prandaj të vazhdojmë në adhurime edhe mas Ramazanit deri në vdekje. Lutë Allahun Azhjal që ky Fitr Bajram t'ju gjej shëndosh e mirë, të kaloni qaste të lumtura afër familjarëve të dashurëve tuaj, kurse muslimanët kudo në botë që janë duke vujt nga telashe të ndryshme, lutë Allahun që t'i zgjidh problemet e tyre sa më shpejt, të dalin faqebardh, të dalin krenar prej telasheve në të cilat ata janë. Këshilloj veten time, po ashtu edhe juve që kemi kujdes, fillimisht ta adhurojmë Allahun, të kemi frikë respekt për ta, pastaj ta pasojmë pejgamberin alayhi salatu wasalam deri në vdekje, ta duam njëri tjetrin, të mos ja kthejmë shpinën njëri tjetrit, të mos e urrejmë njëri tjetrin. Ta kem parasysh se mes neve është i ndaluar marrja e jetës apo gjaku, është ndaluar keqpërdorimi i moralit, është ndaluar keqpërdorimi i pasurisë së njëri tjetrit. Ne jemi vëllezër, që asesi nuk e nënçmojmë, nuk e përulim, nuk e kemi zili, nuk e urrejmë asnjëherë njëri tjetrin. Ne jemi vëllezër që na ka bashku dashuria për Allah, që na ka bashku shahadeti, që na kanë bashku qëllimet tona, e qëllimi kryesor është arritja kënaqësisë Allahut dhe hyrja në xhenet. Prandaj le të reflektojmë në ditën e sotme, po ashtu edhe në ditët në vazhdim, duke treguar se thjesht nuk e kemi llaf goje apo fjalë goje këtë islam, këtë dëshmi, por diçka praktike me të cilën krenohemi, me të cilën reflektojmë, me të cilën edhe të tjerët i ftojmë në këtë fe të paqes, të dashurisë, të nënshtrimit ndaj Allahut, të respektimit njëri tjetrin, asa si tradhti, asa si përçamje, asa si urrëtie, por të jemi të gjithë të bashkuar në ndërtimin e këtij vendi, në përmirësimin e kësaj shoqërie ku jetojmë. Zoti e bekoft vendin tonë, Zoti na bekoft neve, Zoti na i bekoft qëllimet edhe veprat tona, ju lë në mëshirën e Allahut. Zoti ju ruaj kudo që jeni. Walhamdulillahi rabbil alamin.